Çdo vit më 24 mars ne përkujtojmë ditën e vitit 1882 kur Dr. Robert Koch shpalli zbulimin e bacilit të tuberkulozit. Dita botërore e tuberkulozit është një rast për të mobilizuar angazhimin politik dhe social për përparim të mëtejshëm drejt eliminimit të tuberkulozit, një barë e shëndetit publik. Kjo ditë gjithashtu shërben si një kujtesë prekëse e jetëve të humbura nga tuberkulozi, lufta e vazhdueshme e atyre që jetojnë me sëmundjen dhe nevojës urgjente për veprime globale për t'i dhënë fund tuberkulozit një herë për gjithmonë. Tema kryesore e ditës botërore të tuberkulozit për këtë vit është po ne mund të ndalim tuberkulozin, përkushtohuni, investo, zbato, duke u mbështetur në arritjet dhe suksesin e saj masiv gjatë 2 viteve të fundit. Tema e këtij viti përforcon një mesazh të fuqishëm, kolektiv të shpresës, urgjencës dhe llogaridhënies. Për të mësuar në detaje rëndësinë e kësaj dite, parandalimin dhe trajtimin e kësaj sëmundjeje, ftoj në studio Dr. Sead Zejnel, specialist internist në klinikën universitare për pulmologji dhe alergologji në Shkup. Doktor, përshëndetje dhe mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjes, faleminderit, mirë. Shumë faleminderit. Atëherë vendi juaj është aty, mund të akomodoheni. Faleminderit që ju përgjigjet pozitivisht ftesës tonë, një ditë e rëndësishme përveç se për ato që luftojnë këtë sëmundje, sigurisht që për shoqërinë tonë, ku duhet vëdësimi të jetë 365 ditë të vitit dhe jo vetëm në këtë ditë ndërkombëtare. Ashtu është, faleminderit Aida, i përshëndes shikuesit, faleminderit për ftesën. Së pari, nëse më lejon të shpreh ngushëllimet e mia të prekurve prej tragjedisë që ndodhi familjarëve, për Zoti forcoft në këto ditë të vështira, gjithashtu të lënduarve të shprehi uroj, domethënë shërim të shpejt, të gjithë jemi të prekur, ashtu siç jemi edhe të prekur nga kjo tema e sotshme që që do ta bisedojmë edhe shpresoj se në kohën që kemi ta shpjegojmë sa më qartë. Doktor, atëherë, si paraqitet situata aktuale e tuberkulozit në nivel global dhe cilat janë sfidat kryesore që përballemi në vendin tonë? Si shtova Aida, nëse më lejon, sot shënohet dita kur Robert Kochu e zbuloi shkaktarin e sëmundjes e quajtur tuberkuloz, ashtu quhet 185 vite mbas, te ne është e njohur edhe si verem, oftik, në botë është e njohur si murtaja e bardhë, si e keqja e mbretit, si konsumi. Kaluan 143 vite preku Robert Koch e shpjegoi, zbuloi se këtë sëmundje e shkakton një bacil i quajtur Mycobacterium tuberculosis. Është interesant nëse përmendim se një individ nga perëndimi, nëse i them se ende ekziston tuberkulozi, po edhe të thëmë se në vitin 2023, sipas raportit të OBSH-s, Organizata Botërore e Shëndetësisë, kanë qenë të prekur me tuberkulozë 2023, pra në botë më shumë se 10 milion njerëz. Se kanë vdekur, se kanë humbur jetën mbi 1.25 milion njerëz, habia do të jetë ende më e madhe, do thojë po si është e mundshme. E vërteta është që tuberkuloza ende është këtu. Po si qëndron situata te ne, e kemi fatin të thëmi se që nga viti 2019 në Republikën tonë, shteti unë i takon shteteve me incidencë të ullët, që do të thotë që në 100.000 qytetarë banar kemi më pak se 10. Numrat, pandemia Covid kishte shumë ndikim në numrin e rasteve, ku në 3 vitet e pandemisë kishte një rënje të numrit, por gjithmonë në preskonferencat ku unë ishe angazhuar si ish drejtori i Institutit për sëmundjet e mushkërive dhe tuberkulozit, kam thënë se kjo nuk është numri i vërtet. Do me thonë, ekzistojnë numrat që raportohen edhe ai numri real. Gjatë Covid pandemisë ku sistemi shëndetësor dhe popullata
ishin të rifokusuar ndaj koronavirusit. Hendeku mes numrit real edhe numri raportuar është i zmalluar. Ashtu që do me thonë prej 2007 si prekur në Republikën tonë mbahet regjistri i tuberkulozit, mund të themi se do me thonë numri është vazhdimisht në rënje, ku prej 2019 i takojmë shteteve me incidencë të ullët, edhe shpresoj se do të ngeli ashtu, edhe të gjitha përpjekjet do të jenë të intensifikuara në drejtim të diagnostifikimit, gjetje të rasteve, sa ma herët edhe trajtimi i tyre i suksesshëm. A ka ndryshime të aparaturave në vendin tonë, doktor? Sa ka ndryshuar aparaturat ndër vite dhe sa këto janë më efikase pastaj për të eliminuar sadopak të sëmundje? Aparaturat janë, do me thonën, instituti jonë i cili është qendër më i lartë për diagnostifikimin e tuberkulozit dhe rjeti i tuberkulozit në shtetin tonë, ai funksionon. Por rregull është për ta luftuar tuberkulozin dhe të arritur ato qëllimet e OBSH-s që janë deri vitin 2035, të mbrim deri 95% të uljeve të vdekjeve prej tuberkulozit dhe 90% të ulim rastet e reja, duhet të intensifikojmë përpjekjet e tona duke i gjetur rastet e reja në mënyrë aktive. Çfarë do të thotë? Se tuberkulozi është një smundje ku një person normal, imuniteti ti duhet ta luftoje bakterien. Po ka ca grupe të rrezikut, të cilët do t'i përmendi, ku duhet në mënyrë aktive ta kërkojmë tuberkulozën të ta. Ato cilët janë ato grupe të rrezikut, të cilët do me thonë më lehtë mund ta kapin sëmundjen e tuberkulozit. Pra, jo infekcionin, po sëmundjen e tuberkulozit, do me thonë infekcion që rezulton në sëmundje. Çfarë dallon infekcionin me sëmundjen? Do ta shpjegoj, infekcioni do thotë që biologjia e mikobakteriumit është shumë interesant. Do me thonë, është një bakterie shumë rezistente edhe din të përdori imunitetin tonë, të mbrohet brenda trupit tonë, të bëhet e padukshme, duke formuar umbuluar me qelizat e tona të imunitetit edhe të formuar një struktur që quhet granulom, të bëhet e padukshme për qelizat imunitare tona, të cilët duhet ta eliminojnë. Është diçka shumë interesant, prandaj po them se kjo tuberkulozë është një sëmundje e lashtë, nga kohrat e lashta ekziston dhe ende është prezente. Ashtu që të personat që kanë imunitet të dobët, personat e rrezikut, si për shembull së pari fëmijët, të cilët malet e kanë të transmetohet sëmundja deri tek ato, duke qenë në kontakt, duke jetuar me person që është i smur nga tuberkulozi, të ceki këtë, ai që e ka infekcionin, ai nuk mund ta shpërndajë, por ai që është i smur, pasi që në më shumë se 80% forma është pulmonare, domethënë në tuberkulozi në rastet e shumta i prek mushkërit, edhe duke marrë frymë, duke kollit, duke tesh, domethënë ajo transmetohet në mënyrë nëpërmjet ajrit. Dhe fëmijët janë më të prekur, duke pasur parasysh edhe imunitetin e tyre. Pastaj këtu në grupet e rrezikut, domethënë kontaktet familjar janë shumë të rëndësishme për ta kërkuar tuberkulozën në mënyrë aktive të ato. Pra nëse kemi një pacient, ne duhet të ekzaminojmë fëmijët dhe të gjitha familjarët që të veprojmë në mënyrë të hershme. Pastaj këtu janë personat që jetojnë në strehim kolektiv. Ato janë burgjet, ato janë spitale psikiatrike ku ka qëndrim të gjatë. Dhe këtu janë strehimjet gjithashtu të migranteve, ka shtete të cilet kanë problem me migrantet. Pastaj këtu janë gjithashtu pacientët me sëmundje kronike, të cilët e kanë imunitetin të dobësuar, si për shembull diabeti, personat që marrin kortikosteroid dhe terapi biologjike, dhe personat me HIV. Shkaku se ato janë imunokompromituar, imuniteti i tyre është i kompromituar. Pra në aktivitetet që i ndërmerr shteti, domethënë në institutin e sëmundjeve të mushkërisë dhe tuberkulozit, ende vazhdon aktiviteti i kërkimit të rasteve të reja në mënyrë aktive, duke shkuar vetura, duke bërë
pyetësor, duke bërë rentgen incizime për ato raste të diagnostifikohen me kohë dhe të trajtohen në mënyrë të suksesshme. Një trajtim që është i gjatë, është problem shkaku se është i gjatë, por do me thonë ai për të qenë i suksesshëm duhet të përfundojë do me thonë pas 6 muajsh trajtim me 4 lloje të antituberkulotikëve ose antibiotik që janë kundër baciljet të tuberkulozit. Te ky trajtim, doktor, ka rëndësi mosha? Ka gjasa që ndoshta të moshuarit pak më vështirë ta kenë Duhet të themi që tuberkuloza i prek të gjitha grup moshat, edhe i prek njerëzit në të gjithë anë mban botës. Por për fat të keq, më shumë janë të prekur personat që janë aktiv, prej moshës 20 deri në moshën 40. Dhe gjithashtu duhet të ciki këtu se gjinia mashkullore është më e prekur, sikur i shkaku i natyrës së sjelljes së meshkujve, aktiviteti i tyre që mund të them që tuberkulozi kjo sëmundje e prek atë popullat e cila është më aktive në shoqërinë tonë. Qartë. Doktor, cili është efikasiteti edhe i vaksinës aktuale BCG dhe pse nevojitet një vaksinë e re në këtë rast? Në të gjitha këto përpjekjet për parandalimin e tuberkulozit, e cila duhet të cikim se është një sëmundje e parandalueshme dhe e trajtueshme, vakcina si në gjitha sëmundjet infektive, do me thonën, ka rol kyç për parandalim. Për fat të keq, ne kemi këtu një vakcinë e quajtur BCG, siç e cikët, e prodhuar në vitin 1921. Pra kemi një vakcinë që është, do me thonën, e përdorim, që është zbuluar para 100 vite. Me një efikasitet shumë të ulët të adoleshentët dhe të rriturit dhe i ndryshueshëm, do të marrim parasysh ku në botë jepet. Efikasiteti i saj është, do me thonë, vetëm se tek foshnjët të fëmijët, ku parandalon zhvillim të tuberkulozit që është ekstrapulmonar, jashtë mushkrive, si për shembull meningiti tuberkuloz. Ashtu që prodhimi një vaksinës do ta ktheje komplet situatën me lidhje me luftën kundër tuberkulozit. Për momentin, sipas raportit të OBSH-s që nga gusht 2024, 16 vakcina të reja janë në studime klinike, prej të cilave 6 prej tyre janë në fazën e 3, çfarë do thotë se të duhen edhe 5 vite derisa të kryhet ai studim, të përpunohen analizat dhe pastaj të aplikohet në trupat regulator për t'i aprovuar këto vakcina. Pra ende do të presim, do me thonë, për një vakcinë e re që me të vërtet do ta ndryshojë situatën, posaçërisht te grupet e rrezikut. Shkaku se, siç e përmenda, pasi që ne jemi shtet ku incidenca është e ulët, 90 raste në 100.000 banor, strategjia për luftën kundër tuberkulozit duhet të fokusohet te grupet e rrezikshme, domethënë, por vetëdijsimi duhet të jetë shumë i lartë te popullata. Rol rëndësishëm këtu ka edhe shërbimi shëndetësor primar, mjekët am, është një autor që shkruan shumë për tuberkulozën, thot Think TB, do me thonë mendoje tuberkulozën, ato 4 simptomat të major, do me thonë të tuberkulozit, të cilët janë kolitja, më e gjatë se 3 javë, me pështim dhe kolitja të gjakut, humbja e peshës, humbja e oreksit, djersitjet gjatë natës, këto janë ato 4 simptomat të cilët duhet t'i marrim gjithmonë parasysh edhe të mendojmë se pacienti paranesh mund të ketë tuberkulozë edhe ta udhëzojmë tek institucionet përkatëse për diagnostifikim më të thjeshtë. Doktor, paraprakisht përmende edhe moshat më të prekura, tha që nga 20 deri 40 vjet janë më tepër të prekur, domethënë moshat aktive, por në vendin tonë është e njëjta moshë që dallon nga të tjera që është më shumë e prekur ose? Në vendin tonë, të gjitha statistikat që i kemi në regjistrin e tuberkulozit
të gjitha numrat përkojnë me numrat që janë në nivel global. Përveç asoj që mund të ceki që fokusit e në, edhe unë e kam thonë në preskonferentët në të cilët kam qenë për tuberkulozit, duke u bazuar në analizat tona vendore, se rreziku më i madh është tek institucionet ku kemi strehim kolektiv, prandaj edhe aktivitetet janë të fokusuar aty, kjo është lajm i mirë, por gjithashtu duhet të jemi në vigjilent ndaj tuberkulozit, mos t'i harrojmë ca fakte historike në momentet kur në vitet 60 për shembull në Amerikë ta përmendim, lufta kundër tuberkulozit ka qenë shumë e suksesshme dhe pastaj autoritetet thjesht nuk e prioritizojnë. Hidhet poshtë me prioritet të ulët edhe për shembull në New York, në Harlem ka pas epidemi të tuberkulozit, mbi 200 raste në 100.000 banor që ka qenë më shumë se do shtetet në zhvillim. Gjithashtu ka ndodhur edhe e njëjta ka ndodhur në vitet 90 në shtetet sovjetik, shkaku i kushteve të këqija socioekonomike, kushtet të këqija tek burgjet, domethënë, ku sot e sot mund të them se numri i rasteve të tuberkulozit, posaçërisht e tuberkulozit që është rezistente ndaj antituberkulotikëve, kjo problematik shumë është prezente në këto shtete. Sa ndikon edhe aktiviteti fizik, doktor, edhe të ushqyerit shëndetshëm për ta eliminuar dhe për ta shmangur këtë sëmundje? Shumë pyetje në vend, domethënë tuberkulozi është sëmundje sociale me implikime mjekësore. Duke trajtuar tuberkulozin, duke luftuar me tuberkulozin, siç përmenda, shumë me rëndësi ka imuniteti i njeriut. Dhe duke e targetuar tuberkulozin, duhet i targetojmë të gjitha determinantat përcaktuesit të social të tuberkulozës, të cilët janë, domethënë, varfëria, uria, HIV infeksioni, diabeti dhe pirja e duhanit. Ashtu që të pasurit kujdes ndaj shëndetit ton, do thotë kemi kujdes ndaj imunitetit ton, i cili çdo ditë e lufton këtë sëmundje. Ashtu që në stili jetesës i shëndetshëm është shumë i rëndësishëm në parandalimin e tuberkulozit. Kur pacientët mund të avërejnë që domethënë kanë shenjat të tuberkulozës, ashtu që siç përmendet edhe ju simptomat, kollitje, djersitje dhe kështu me radhë, po sa ndihmojnë fillimisht medikamentet që ju jepni, ndoshta për ta zbutur atë simptomën që kanë? Tek tuberkulozi, do më thonë me rëndësi është nëse dyshohet, dënjere vetëm zbutja e simptomeve nuk na e kryen punën, do më thonë dënjere antibiotikët mund të edhe ta maskojnë atë, prandaj është me rëndësi kontakti i parë me mjekun am, shkaku se kur e trajtojmë një person me tuberkulozë, ne bëjmë më shumë se trajtimin e atij personit, ne bëjmë parandalimin e nxjerrit të transmetimit të sëmundjes. Do më thonë, i shpëtojmë të tjerët gjithashtu që mund të jenë të rrezikuar se personi që e ka sëmundjen e tuberkulozës, siç e quajmë sëmundje dhe infekcion, i sëmuri, ai mund të transmetojë sëmundjen. Ndërsa ai që është me infekcion, ku konsiderohet se do më thonë një numër shumë të madh në botë e kanë infekcionin, po nuk janë të smur, ato nuk mund të transmetojnë. Ashtu që shumë është me rëndësi trajtimi i pacientit tek cili është i verifikuar sëmundja, është e diagnostifikuar tuberkulozi. Me çka diagnostifikohet, doktor? Dhe si e vreni ju që nëse është i infektuar? Shumë është me rëndësi, spari, siç e përmendet, me simptomatologjinë, mjeku mund të ngrehet në dyshimin se ky pacient mund të ketë diçka, do më thonë, në atë listën diferenciale të diagnozave mund të jetë edhe tuberkuloza prej sëmundjeve të mundshme. Fillimi i parë është një rentgen të gjoksit dhe pastaj nëse dyshimi është më i lartë, duke pas parasysh edhe anamnezën familjare, a ke pas më herët tuberkulozë, a ka dikush brenda familjes tonë me tuberkulozë, që të jepet një sputum i cili analizohet në mikrobiologjinë tonë dhe aty nëse izolohet bakteri tuberkulozit, them se ky pacient
e ka sëmundja dhe vendohet në këtë trajtim me ilaçe që quhen antituberkulotik, një trajtim që është më i gjatë edhe shumë është me rëndësi ai të kryhet deri në fund, se nëse në kryhet deri në fund, atëherë mund ato bakterie që nuk janë të pastruara, mund të them kështu, mund të zhvillohen në forma rezistente, të cilat këto ilaçe standard të nuk jetoj mund, pastaj. dhe gjithashtu të ndërlikojnë të gjitha përpjekjet tona, domethënë për shërim të rastit, po edhe për luftën kundër transmitimet të tuberkulozit në komunitetet tonë. Qartë. Përveç që shumë bukur në shpjegua, dhe me thënë të tërë këtë problematik të kësaj sëmundje, unë do kisha dashur që t'i dim edhe masat parandaluese që rekomandoni për t'i shmangur rastet e reja të mundshme. Si që thash, dy mënyra janë kryesore për të parandaluar. I pari është kërkimi aktiv i personave që mund të jenë të prekur. Të janë grupet e rrezikut që i cekëm, dhe gjithashtu personat që kanë qenë në kontakt, të cilët janë në rrezik të madh për ta zhvilluar, sikur që thamë fëmijët brenda familjeve ku ka të smur, sikur personat me imunitet të komprometuar, personat që pranojnë ilaçe biologjike, trajtimi preventiv i tyre. Që ta parandalojmë zhvillimin tek ato personat që e kanë infekcionin dhe janë në rrezik që ai infekcion të dalë në pah dhe të zhvillohet. Pra, duke marrë parasysh, aktivitetet janë aktivitetet terenike, domethënë në vendet ku ka strehim kolektiv, sikur burgjet, spitalet psikiatrike me qëndrim të gjatë, strehimet e migranteve, aktivitete të ndryshme për rritjen e vetëdijsimit, ndërgjegjësimit, sikur që është ky emision, domethënë për popullata ta di, ne kemi një rast ku për shembull pacienti prind në mjek ka shkuar dhe nëna e pacientës e ka pa posterin tuberkulozi, ka kërkuar vetë ndihmë dhe e kena diagnostifikuar tuberkulozin dhe e kena trajtuar. Domethënë, sa është fuqia e ndërgjegjësimit të popullatës, siç thash, edhe të mjekëve, mos ta harrojnë se problemi i tuberkulozit është që ajo harrohet, hidhet poshtë, domethënë, ndonjëherë edhe nga popullata, edhe nga mjekët, edhe nga zyrtarët shëndetësor, duhet gjithmonë ta mendojmë, pastaj ti ndjekim, edhe është aktivitet parandalues, pacientët që e marrin terapin, duhet ta marrin deri në fund, mjeku ta ndjekë atë, të sigurohemi se e përfundojnë, se u ka pastruar më tuberkulozi, edhe gjithashtu, siç thash, të kemi kujdes ndaj shëndetit tonë, të çojmë një jetë të shëndetshme me aktivitet fizik, siç thash diabetin e përmenda gjithashtu si rrezik faktor, mos ta harrojmë, edhe pirja e duhanit gjithashtu është rrezik faktor. Të gjitha këto elementet mund t'i bëjmë si individ, si shoqëri, si sistem, domethënë me një qasje shumë sektoriale. Nuk mundemi vetë, pra na duhet ndihma e gazetarëve, e komuniteteve, ne mjekët si domethënë një instancë të gjithë jemi të rëndësishëm në luftën kundër tuberkulozit, me në qëllim të jetojmë në një botë që nuk ka tuberkulozë. Kjo është qëllimi, synimi jonë, domethënë. Dhe sa më të shëndetshme. Ndodhë që të ketë edhe fëmijë të prekur, besoj, doktor, apo jeni të pajtimit që këto fushata të jenë të pranishme edhe në shkollat fillore dhe të mesme, në mënyrë që edhe fëmijët dhe moshat e reja të jenë të informuar rreth kësaj sëmundjeje? Absolutisht. Sa më kujtohet mu, duke qenë zënës, ne kemi pas fushata të ndryshme. Sepse nuk e mbaj mend që ka fushata për tuberkulozin në shkolla. Të paktën nuk më kujtohet mua. Sikur gjithkund në botë nuk është e prioritizuar, duke menduar se por fakti është që është këtu. Prandaj e fillova emisionin që dikush mund të habitet se ekziston tuberkulozi, por të habitet më shumë se vitin e kaluar janë smur më shumë se 10 milion njerëz në botë. Ashtu që definitivisht në të gjitha ato ndërhyrjet, intervenimet, i kena bërë këtë analizën gjithashtu, kërkimi aktiv i pacienteve, rritja e ndërgjegjësimit është shumë me rëndësi për luftën kundër tuberkulozit, ashtu që definitivisht kyçja, domethënë, e komunitetit, edukimi është shumë i rëndësishëm, vetëdijsimi se kjo sëmundje mund të
mund të na prek neve dhe çfarë të bëjmë. Stigma, mos harrojmë, stigma është diçka që na ndërlikon të gjitha përpjekjet. Kjo është një, siç thash, sëmundje e vjetër antike, e lashtë, e cila e mbart atë stigmën e vet. Dhe të gjithë edhe në mjekët, po edhe të gjithë, domethënë, personat publik duhet ta ushqejmë një diskurs publik i cili respekton dinjitetin e pacientëve dhe lufton kundër stigmës, e cila gjithashtu paraqet një sfidë, domethënë, kur e luftojmë tuberkulozën. Doktor, unë falenderoj shumë që ndave kohë nga agjenda jute e ngjeshur, sepse e di që jeni shumë i zënë në klinik, por që nuk refuzuat ftesën për t'i u përgjigjur të gjitha këtyre pyetjeve, dilemave që besoj që edhe shikuesit është e nevojshme t'i dinë, dhe ashtu siç e thash edhe në fillim, jo vetëm në këtë ditë ta kujtojmë këtë sëmundje që shumë ka të prekur dhe shumë të tjerë kanë humbur jetën, por në 365 ditë të vitit të jemi të kujdesshëm për shëndetin tonë dhe jo vetëm për tuberkulozën, por për shumë sëmundje tjera ta vizitojmë mjekun me kohë. Lufta është e përbashkëme, lufta është e vazhdueshme kundër tuberkulozit. Të falenderoj shumë. Ishte shumë kënaqësi.